Agjencia për parandalimin e korrupsionit ka zhvilluar mjaft shumë aktivitete, të cilat kanë pasur për synim parandalimin e korrupsionit. Ka zhvilluar aktivitete me zyrtar publik, sepse kemi vërejtur që ka nevojë që të flitet me ta, të ngritet vedia e tyre, sidomos për atë se çka është konflikti interesit, për atë se si mund të përdoret mekanizmi i sinjalizimit, po ashtu edhe për rëndësinë e planit të integritetit në kryerjen e punëve të institucioneve dhe në rrujtjen e integritetit të këtyre institucioneve. Ne po besojmë që këtë vit kemi qenë më mirë se vitin e kaluar, rrëdhimisht janë parandaluar më shumë, por në anën tjetër edhe janë raportuar më shumë shkelje që janë identifikuar në secilin proces. Kemi pasur rritje në raportim në secilin fushë tonën, duke filluar nga sinjalizimet, të cilat janë rritur më shumë se 50% në raport me vitin paraprak. Po ashtu këtë vit kemi pasur edhe raportime më kualitative për sa i përket sinjalizimit të vërtet konfliktit interesit, po ashtu edhe nga palët e jashtme kemi pasur mjaft shumë raportime ku ka identifikuar pasuri të zyrtarëve publik të cilat nuk i kanë deklaruar ato. Edhe rrëdhimisht po besoj që ka qenë një vit më i mirë se viti paraprak, e po shpresojmë që viti jashtëm të jetë më i mirë se ky vit. Ne tashmë jemi në një nivel të qëndrueshëm të deklarimit të pasurisë. Kemi pas një rritje mjaft madhe të numrave të atyre që janë të obliguar. Vitin e kaluar kemi pas përgjigje më të mirë, këtë vit kemi pas një përgjigje më të dobët, kanë qenë mbi 100 të cilët nuk kanë deklaruar në kohë. Të gjithë këta fatkesisht kanë pranuar dhe xhoba, fatkesisht për ta. Dhe shumica nga ata i kanë paguar të xhoba, ata që nuk i kanë paguar tashmë janë në proces të mbledhjes së xhobave përmes punëdhënësve të tyre. Një numër i tyre janë 15, të cilët janë vonuar më shumë se 15 ditë, ne vetëm kemi ndërzuar kallëzimet penale në prokurorinë e shtetit, do thotë nga ata do të përballen në prokurori për shkak të vonesave në deklarim. Jemi tashmë në fazën finale të verifikimit të pasurisë për këtë vit. Zyrtarët publik e dinë, ky vit ka qenë viti ku numri më i madh zyrtarë publik kanë pranuar komente nga ne, janë mbi 1000 të cilët kanë pranuar komente nga agjencia për shpjegime eventuale në deklarimin e tyre. Këtë na ka mundësu zhvillimi metodologjisë që kemi bërë me Këshillin e Evropës, do të metodologjia e verifikimit është më avancuar, rrëdhimisht kemi gjetur më shumë mospërputhje dhe kemi kërkuar më shumë shpjegime. Nuk mund të flas për rezultatin final të tij dhe se sa nga këto raste mund të dërgohen në formë të kallëzimit penal apo informatave të policia apo të prokuroria apo të ndonjë institucion tjetër relevant, por këtë vit me siguri zyrtarët publik e kanë ndi më afër punën e agjencisë dhe saksinë e saj në këtë punë. Këtë vit kemi dorëzuar mbi 130 kallëzime penale, jo të gjitha janë ndërlidhur me deklarimin e pasurisë, kemi pasur numër të caktuar edhe për sa i përket konfliktit interesit, janë rreth 5 të cilat janë dërguar në lidhje me vendimarrjen në konflikt interesit të zyrtarëve publik, qoftë ajo duke qenë pjesë e paneleve të rekrutimit, qoftë ajo vërtet është më shumë duke u përfshirë në punësim pas lirimit nga funksioni publik, sepse është një ndalesë 2 vjeçare për të marrë punë nga punëdhënësi që ka ushtruar funksion drejtues, po ashtu ka pasur edhe kallëzim penal për sa i përket pjesëmarrjes në konflikt interesit në procedurat e vlerësimit të tenderëve të ndryshme. Do kemi një rritje, sidomos sepse më herët ka qenë gati 0 numri i kallëzimit penal për sa i përket procedurave që kanë qenë në konflikt interesit. Këtë vit kemi identifikuar më shumë. Krejt kjo duke falendëruar edhe raportimeve të mediave dhe OJQ-ve të cilët na kanë sjellur të ne dhe ne pastaj kemi zhvilluar hetimet administrative sipas ligjit. Këto janë dy fushat të ndryshme. Në qoftë se flasim për kallëzimin penal që kanë të bëjnë me deklarimin e pasurisë, nuk janë sipas neve nuk janë trajtuar siç duhet. Numër shumica dërmuese e tyre janë hudhur nga prokuroria duke u thirrur një vendim për ne kundërligjor, nëse mund të themi nga Gjykata Supreme që është marrë më herët vitin e kaluar, ndërsa për fusha tjera ka trajtim më adekuat. Ne do të tentojmë të jemi më afër zyrtarëve që kanë obligim deklarimin e pasurisë, jemi në përfundim të zhvillimit të sistemit të ri për deklarimin e pasurisë. Ky sistem synon të ndërlidhë institucione të ndryshme, do të tentojmë ta bëjmë më të lehtë deklarimin e pasurisë, do të tentojmë të kemi ndërlidhje me fillimisht me ARC-n, me Agjencinë për Regjistër Civil, do të dhënat vazhdojnë të jenë kualitative, pastaj të ndërlidhim me sistemin e tatimit të prunë për shkak të pasurive të cilat nuk janë regjistruar në kadastër, edhim për shkak të problemeve të pranijeve teknike, sidomos të banesat, në mënyrë që zyrtari të merr
dhëna direkt nga sistemi i datimit dhe pronë dhe mos të harroj të bëjnë deklarim. Jemi në proces po ashtu edhe të ndërlidhjes së sistemit tonë me ATK-n. Kemi zhvilluar hapat e parë, do t'i marrim dhënat për ata që kanë biznese dhe kanë deklaruar të hyra në ATK, do të ato mos të harrojnë të deklarojnë, sepse ne dëshirojmë të besojmë që shumica e lëshimeve janë për shkak të harresës. Dhe pastaj faza tjetër është ndërlidhja me regjistrin e bizneseve. Dhe në këtë formë, shkalla e fundit është edhe ndërlidhja me Agjencinë Kadastrale të Kosovës, në mënyrë që kushdo që hyn të deklaron pasurinë të merr automatikisht dhënat nga këto 3-4 burime dhe pastaj të lehtësohet puna e deklarimit. Në njëjtë mënyrë edhe për neve, në fazat e verifikimit e kemi shumë më të thjeshtë sepse do të krahason sistemi automatikisht dhënat që deklaron me këto 3-4 databaza. Numër të rasteve me konflikt interesi fatmirësisht nuk është që është rritur shumë, mirë po adresimet në agjenci janë rritur dhe kjo na gëzon për faktin se kemi mundësi me i parandalu rastet. Domethënë sa më shumë që ka adresime në agjenci për parandalim të konfliktit interesit, i bën që rastet me konflikt evitohen më shumë. Po ne vazhdojmë me strategjinë që edhe e kemi, praktikisht është forcimi i autoriteteve përgjegjëse në institucione, për shkak se mënyra më e mirë për parandalimin e konfliktit interesit është nëse situatat e konfliktit interesit deklarohen me kohë dhe parandalohen në burim sistemin, për shkak se domat janë më të vogla, nuk ka vendimarrje me konflikt interesi dhe nuk ka pasojë juridike. Prandaj fokusi jonë është që t'i forcojmë autoritetet përgjegjëse nëpër institucione publike. Po të përfshirme janë gjitha fushat, sepse konflikti i interesit lidhet me vendimarrje. E vendimarrje ka në të gjitha institucionet publike. Tash nuk kam numrat saktë se ku më shumë ose ku më pak, mirë po përgjithsisht gjitha institucionet kanë situata ose kanë dilema për situatat të konfliktit interesit të cilat i adresojnë të ne. Jo, ajo nuk ka ndodhur. Unë tashmë me vite jam në agjencion dhe personalisht, po as institucionalisht nuk di që kemi pas presion nga jashtë për shkak se jemi institucione kryesore për parandalim të konfliktit interesit dhe në këtë aspekt gëzojmë edhe besim, edhe përkundrazi, besueshmëria është rrit, e presioni jo. Po, ka që raportojnë për arsye se është një farë trendi. Sa më shumë që ne jepim përgjigje për konflikt interesi, aq më shumë shtohen pyetjet. Edhe kjo në mënyrë e rrit besimin në institucion. Mirë po, na gëzon fakti që ka besim. Mirë po, në anën tjetër ne kemi dëshirë që për konflikt interesi të jenë kompetent edhe të ushtrojnë kompetencat e veta edhe institucionet vetë, edhe vetë zyrtarët e lartë publik, ashtu siç e thot ligji. Për shkak se ligji shumë mirë ka rregulluar atje. Mas pari përgjegjës për parandalim të konfliktit interesi është vetë zyrtari, pastaj është e prori i tij, është institucioni, tek në fund është agjencioni. E nganjëherë këto hallkat e para po te i kalohen ose po kapërcehen. Edhe krejt adresimet vinë në agjencion. Mirë po, megjithatë, na edhe në këto raste japën përgjigje. Nuk ishte dashur me pas. Pse me pas frikë për me raportu konfliktin e interesit. Në fakt, e mira kishte qenë që zyrtarët kur kanë dyshime për situatat të konfliktit e interesit, ata vetë raportojnë ose të kërkojnë këshill. Është situata kështu dhe çka duhet me bë, sepse konflikti i interesit lidhet me vendimarrjen. Domethënë, aty ku ka vendimarrje, aty mund të pas konflikt interesi. Po raportimet janë të mundshme të hapura në çdo kohë, edhe në forma të ndryshme, edhe online, edhe direkt në agjencion, edhe me email, edhe çfarëdo forme me telefon. Për shkak se kemi kriju mundësi që sa më me qenë agjencia der hapur si them, dhe shfrytëzohen gjitha këto mundësi për raportim.